Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokuroria Dhomave të Specializuara në Hak përfundoi fjalën e saj në gjykatën speciale. Kryeprokuroria Kimberly West tregoi se janë pranuar mbi 5.000 prova, 28.000 faqe transkripte dhe aty paraqitet dëshmia më shumë se 130 dëshmitarëve që dhanë dëshmi brenda 227 ditëve të gjykimit. Në përfundim të deklarimeve, kryeprokuroria Kimberly West kërkoi që të akuzuarve t'u jepet dënimi merituar. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani thërret seancën konstituive të kuvendit për 11 shkurt në orën 12. Vendimi u mor pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare. Caktimi i seancës u bë një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetor 2025. Kuvendi shkoi në zgjedhjet parakohshme pasi legjislatura e fundit nuk prodhoi dot koalicion të shumicës. Nga nëntëshkurti 2025, si pasojë e mungesës së institucioneve, kuvendi ende nuk ka miratuar buxhetin 2026 e as marrëveshjet ndërkombëtare shumëmilionçe. Krahas saj, deri më 4 mars pritet të zgjidhet edhe presidenti i Republikës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut përfundimisht vendos që provimi i jurisprudencës do të mund të jepet në gjuhën shqipe vetëm pas miratimit të një ligji të ri dhe vlerësimit nga Komisioni i Venecias. Kryeministri Istrian Mickovski kërkoi të përfundojë debati mes ministrit të drejtësisë Igor Filkov dhe zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali në lidhje me kërkesën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Законот ваков како што е не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. Ligji kështu siç është nuk lejon provim të tillë. Unë jam i gatshëm që këtë ta rregullojmë me ligj, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e të gjithë popujve që janë përmendur në preambull. Nëse duam që kjo të ndodhë, duhet të bëhet me ligj. Unë jam i gatshëm që të bëhet ligj të dorëzohet në Komisionin e Venecias nëse ligji është në përputhje me kushtetutën ose jo. Fakt është se kur është bërë ligji për gjuhët, Komisioni i Venecias për pjesën e gjyqësorit dha mendim negativ. Кога е направен законот за употреба на езиците, Венецианска комисија за делот на правосудството дава негативно мислење. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istrian Mickovski. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj kërkoi përgjegjësi ligjore dhe institucionale nga ministri i drejtësisë nëse institucionet kompetente konstatojnë shkelje të ligjit lidhur me moslimin e mbajtjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai ka bërë të ditur se në kuadër të procedurave qeveritare dhe institucionale, Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve dhe Inspektoriati për Përdorimin e Gjuhëve janë duke shqyrtuar nëse Ministria e Drejtësisë ka vepruar në kundërshtim me ligjin. Nëse konstatohet shkelje, do të kërkohet përgjegjësi ligjore dhe institucionale nga ministri i drejtësisë sipas ligjit për mos zbatimin e detyrimeve të tij, deklaroi zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Ministri i drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Igor Filkov mbetet të qëndrimit se provimi i jurisprudencës jepet në maqedonisht për të verifikuar njohjen e gjuhës maqedonase. Mbajtja e provimit të drejtësisë në gjuhën maqedonase ka funksion të drejtë për drejtë për kontrollin e përgatitjes gjyqësore dhe profesionale, duke patur parasysh se të gjitha procedurat, vendimet dhe aktet zyrtare në sistemin e drejtësisë kryen dhe merren kryesisht në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, shkruan mes të tjerash ministri i drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Igor Filkov. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.